Edhe pse Bashkia Vau të Deos ndërhyri dhe pastroi projin e Klinës, i cili shkaktoi përmbytje të shumta përpara një muaji, banorët në dy anët e këtij proji nuk ndihen të sigurt. Ata theksojnë se zgjidhja përfundimtare është sistemimi dhe betonimi i saj. Por këtë duhet të ndërhyjë qeveria, pasi bashkia ka të pamundur një investim të tillë, i cili kërkon miliona euro. S'mund ta muloj bashkia, me folgo se dohen 3 milionera. Me mulguri që kam punuar vetën, mulguri që me fut me kosha. Edhe këna kërku, në ka dhanë fjallën në Ministri Mërë dhe Qeterallë se u përmytëm. 2 herë a bon zallë komplet edhe ma të e përsa jam unë në kam. Dë me thënë e ka hy edhe mrena ujtë. Edhe një damtim pa më lejtë të gjana që kena pas për me gjana këtë si kanë shku, po nejnat pas sigurum asë dhe një herë këto. Dë me thënë vjeshi nejnat treshtum. Banorët kujtojnë se situatat me përmbytje janë përsëritur disa herë pavarësisht pastrimit të projit. Për këtë arsye kërkohet që ai të sistemohet një herë mirë, ndryshe banimi në këtë zonë vihet në dyshim. Kjo kohë qysh se të pak në 4 herë se i kena bërë shtëpijet na bëjmë 30 vjet që don. E 4 herë që po na përmbyt për çdo vit. Për çdo vit. Me mira herë a pastro. Ishto. Edhe kur ka ardhur ai turri si vjen, ai e hek krejt pastrimin edhe futet mren. Edhe i tash i këtë radhë, si radhë tanë kjo fortunë, vetëm këtë për fijës penit kena pështu. Ne kërkojmë për o me jetu ose me dalë për i venit me na rregullut pakten, o mira është me beton. Si jetojmë na me frikë, tanë jetën në shtëpi. Sa të fillojmë rrashivis do të rrim sot me dalë për i shtëpie. Në dy anët e projit të Klinës banojnë të paktën 100 familje, pjesa dërmuese e tyre nga dushi, prej më shumë se 3 dekadash janë bërë banorë të kësaj zone, çdo dimër janë rrezikuar nga ujërat e rrëmbyer të projit të Klinës dhe jo pak herë dëmet e shkaktuara kanë qenë të konsiderueshme.